Fshati Nart po përballet gjithmonë edhe më shumë me fenomenin e braktisjes, duke mbetur kryesisht i populluar nga mosha e tretë edhe në prag të festave të fundvitit. Ndryshe nga vitet e mëparshme, të rinjtë emigrantë të këtij fshati nuk po zgjedhin të kthehen për t'i kaluar festat në vendlindjen e tyre. Sipas banorëve që kanë mbetur në Nart, arsyet e mungesës të rinjve lihen kryesisht me vështirësitë ekonomike, por dhe me kushtet e jetesës në fshat, midis shumë problematikave dhe ajo e furnizimit me ujë të pijshëm, të cilat mbeten një shqetësim i vazhdueshëm veçanërisht për emigrantët që kthehen për pushime. Kanë ardhur, por problemi më të madh ne e kemi për ujë. Mendoni se është një nga arsyet që nuk vinë të rinjt? Për plazë vjen, për Krishtlindjes vjen, për Paskë, dhe aty 2 ditë edhe miru pak. Çfarë moshe ka këtu në fshat? Të shka, janë këta tërkatë të qune të rinj, edhe këta vë në shkollë të tjerë. Mosa jonë 7 e ca vjetë, 80 jemi këtu, edhe ne po ikim një nga një, edhe këtu së betet më njeri, edhe këta varoj shkollën. Për festat e fundvitit, kanë ardhur në Nart ata që jetojnë jashtë apo jo? Asnjëri s'ka. Pse? Ku di? Për çfarë arsye nuk vinë më? Nuk e di. Ata din arsyeën që janë atje. Çdo vit kishin ardhur, po si vjeç kanë ardhur fare. Çfarë moshe mbizotron? Në Nart 80 vjeç, 70, 80 si puna ime, bashkë me miku. Edhe këta djemt janë këtu me shti, ata njëri ushtar, tjetri s'ka. Narta sa shkon, falimenton. Për çfarë arsye të rinjt mirë që nuk kthehen për të jetuar, po nuk vinë mas për festa? Po s'vinë se kanë frikën e ujit më tepër, se gjithë Bearin kemi vuajtur për një pikë ujë. Edhe në shti s'ka ujë. Kemi 3 ditë pa ujë. Pyeta ndej më mirë si. Të rinjt kanë ardhur tani apo kanë ardhur të rinj si vjet për festat? Jo, kanë ardhur. E zvinë se edhe plejt kanë vdekur. Tu çfarë mbizotron tepër? Çfarë moshe? Qa moshe plejt kanë ngelur. Qa kanë ngelur? Të rinjt kanë ikur. Vite më parë si ka qenë? Tani ka janë 4-5 vjeç që zvinë se edhe njerëzit nuk kanë vdekur blejt edhe nuk vinë më as çuna. Vinë për Pashkët vetëm edhe për në gusht vitin. Tani për vit të ri, maro merë shiko, kalo, ku të kalosh. Në darka nuk vinë se vinim për para. Po për një 5-6 vjetë, se moshe 3, po ikën avash. Kanë ikur të gjithë në emigrim, nuk vinë. Ngrisë më kanë ardhur. Pse nuk kanë ardhur? Po ja larg. Narta si vjet nëna, ka njerëz shumë Ska, pleqëri. Po për çfarë arsye nuk kanë ardhur? Po zvinë. Ti kalojnë festat. Janë fëmijë, ka fëmijë të vegjël. Ku të vinë këtu? Në Nart kanë mbetur më shumë banorë të vjetër. Të vjetër jemi, plaka. Narta për festa. Kanë ardhur njerëz apo ka shumë herë më pas se vitet e tij? Do vinë, jo kanë ardhur. Do vinë për vitin e ardhshëm, për si vjet s'kanë ardhur. Pse nuk kanë ardhur? S'kan para, ose këtu vetëm s'ka njëri këtu, vetëm 5 plak kanë ngelë. Po të moshuarit që kanë ngelur vetë do t'i kalojnë festa. Vetë që janë mësuar, vetë s'kan ndonjë problem. Po çfarë Po janë mësuar ato? tani. Pse nuk kanë ardhur? Po djemtë do dëgjohet për të ardhur djalë që nga Anglia, do të vestoj, do para. Prandaj vjen dot. Banorët theksojnë se situata po përkeqësohet nga viti në vit dhe se edhe ata pak të rinj që kanë mbetur i kanë syt nga emigrimi. Nëse kjo situatë vijon sipas tyre për një kohë jo të gjatë, Narta rrezikon të kthehet në një fshat pothuajse tërësisht të braktisur.